Sonte me radhë e kemi temën që ka të bëjë me udhëtimin ton të gjatë, të cilin udhëtim e kemi nisur më shumë që një vjet. Përpjekja jonë për me njoft emrat e bukur të Allahut të madhruar. Përpjekje për me njoft kuptimet e emrave të bukur të Allahut të madhruar. Dhe ne pothuajse çdo herë kur e fillojmë ligjëratën që ka të bëjë me njohjen e emrave të bukur të Allahut, e përsëritim atë fjalën e njohur të Ibn al-Qayyimit rahimahullah, i cili thotë se njohja e emrave të bukur të Allahut te baraka wa taala dhe njohja e cilësive të tij të përsosura, sifateve, atributeve të Allahut, neve na ndihmon me e kuptu madhrinë e Allahut xhalla wa ala. Dhe kur çdo njeri prej neve arrin deri në këtë gjendje, arrin deri në këtë nivel dhe fillon me njoft madhrinë e Allahut xhalla wa ala, zemra e tij mbushet plot respekt, bindje për madhninë e të madhrishmit Allah xhalla wa ala, atëherë kjo prodhon në zemrën ton iman, besim, nënshtrim, robëri ndaj Allahut te baraka wa taala. Dhe kur kjo ndodh, atëherë krejt kjo reflektohet praktikisht në jetën e muslimanit, kur muslimani gjithmonë me gatishmërinë maksimale është në shërbim të Allahut te baraka wa taala. Kjo është domethënë e tëra ajo çka ne synojmë. Nëse kjo nuk arrihet, nëse nuk vim deri te ky efekt, nuk prodhohet ky efekt, atëherë kemi një defekt serioz. Nëse ne praktikisht në jetën tonë për ditëshmëri nuk e shohim efektin e kësaj, atëherë kemi një problem serioz. Edhe njerën po mundona me përsërit me pak fjalë. Njohja e emrave të bukur të Allahut xhelle xhelaluhu, njohja e atributeve dhe sifateve të Allahut, neve na shpalosin madhrinë e Allahut xhalla ala. Dhe kur ne fillojmë me njoft dhe me pa dhe shpaloset madhria e Allahut, atëherë zemrat tona mbushen për plot bindje, respekt ndaj Allahut xhalla ala. Dhe kur zemrat tona mbushen për plot bindje dhe respekt e dashuri ndaj Allahut xhalla ala, në jetën praktike ose në përditshmëri, automatikisht kjo reflekton iman, rritet besimi, rritet imani jon në Allahun xhalla ala. Dhe kur besimi dhe imani të rritet, atëherë ajo konvertohet në praktikën ditore. Ti je rob i cili i respekton urdhrat e Allahut te baraka wa taala, i bën hizmet Allahut xhalla ala, jen shërbimin e tij, dhe kjo është ajo të cilën çdo njeri prej neve e synon. Sonte kemi 5 emra të bukur të Allahut xhalla ala. 3 emrat e parë e kanë të njëjtën rrënjë, burojnë prej të njëjtës folje. Emri el-Muqtadir, emri el-Qadir edhe emri el-Qadir. Këto 3 format këtij emri kthehen tek i njëjti burim, tek e njëjta folje qadara. Mirë po, ndonjëherë Allahu subhanahu wa taala e ka përdor formën el-Muqtadir, ndonjëherë el-Qadir, ndonjëherë el-Qadir. Të gjitha këto forma tregojnë se Allahu te baraka wa taala është i plot fuqishmi, është Qadir, është ai i cili përcakton çdo gjë çka do të ndodh, sikurse ne posa të hyjmë në brendin e këtyre emrave, do të kuptojmë edhe do të shohim edhe kuptimet dhe domethëniet e këtyre 3 emrave. Allahu te baraka wa taala thot në Kur'anin famlart:
në kaptinën Zumar, ajetin 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Dhe ky ajet o vëllezër është përsërit disa herë në Kur'an, në sure të ndryshme. Dhe ky ajet është ajet, ose kjo pjesë ajetit është një pjesë madhështore, ku Allahu te baraka wa taala nëpërmjet këtij ajeti na mëson një realitet shumë të madh, e ky realitet për fat keq është realitet i hidhur, ku Allahu i madhrishëm thot: "Wa ma qadaru Allaha haqqa qadrihi." Disa nga njerëzit nuk kanë ditë me madhru Allahun me madhrin që Allahut i takon. Kjo është fatkeqësi. Kjo është problem shumë i madh. Disa njerëz nuk pia japin hakun Allahut që Allahut i takon haku. Disa njerëz nuk kanë arrit me e kuptu me zemrën dhe mendjen e tyre cila është madhria Allahut te baraka wa taala. Por ata sillen në mënyrë të pandërgjeshme para Zotit xhalla wala. Momentin kur e sheh një njeri që nuk e çon kokën ai për krijuesin e tij. Nëse njeh një njeri që ai nuk e çon kokën për obligimet dhe detyrimet që krijuesi i tij e ka obligu. Nëse e sheh një njeri apo e njeh një njeri që atij nuk i intereson halali dhe harami, automatikisht dije se ky njeri i tillë bën pjesë në mesin e çtyre njerëzve që Allahu i ka cilësu, dhe Allahu na ka tregu për një tmet të madh të këtyre njerëzve. Ky njeri bën pjesë në grupin e atyre njerëzve wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Janë disa njerëz që nuk e madhrojnë Allahun me madhrinë që i takon Allahut xhalla wa ala. Përndryshe, ai i cili e njeh madhrinë e Allahut, ai i cili i është bind madhrisë, fuqisë Allahut xhalla wa ala, ai qysh sillet para krijuesit të tij? Sillet si Abdullah. Sillet si robi Allahut, si robi i vërtet i Allahut, si robi i cili i është nënshtru, i është dorëzu, i është robru madhrisë Allahut te baraka wa taala. Dhe ne javën që shkoi kemi kuptu dhe kemi mësu sa rëndësi të madhe ka me qenë individi Abdullah. Allah na mundsof të gjithëve me qenë rob të vërtet të Allahut, rob të sinqert të Allahut, se të mirat pastaj janë të pafund. Sa i përket emrit El Qadir, Allahu i madhrishëm këtë emër apo këtë formë të emrit në Kur'anin famlar e ka përmend 12 herë në sure të ndryshme dhe ajete të ndryshme. Unë po përmendi sa për ilustrim. Thot Allahu tabaraka wa taala: "Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun." La'allahum yafqahun. Allah i madhrishëm në ajetin 65 në kapitullin An'am thot: "Thuaj o Muhammed, ai Allahu është Qadir." Babgjyshat tonë dhe gjyshet tona, ani pse tash shumë prej babgjyshave dhe gjysheve tona kanë vdek, e tash janë do babgjysha e do gjyshe jo të mira, se janë babgjyshat edhe gjyshet e komunizmit. E ata, unë e kam fjallën për ata babgjyshat edhe gjyshet që janë konë musliman të mirë, janë konë besimtarë. E tash ka plot babgjysha që i kanë ka 50 vjetë, 55, po këta janë të këqi. Pardon, këta janë babgjyshat të këqi, që s'ki që kanë sënë për i tëne. Janë gjyshet këqia, që e pinë duhonin, që e pinë venën, që e pinë birën, që marin pjesë, si thëjnë asaj natë kur po mledhen graja, është një gratë që po mledhen, që po bëjnë në restoranët, është një farë. Matine, janë gjyshe që marin pjesë në për matineja, pe këtune gjysheve nuk mëson kajrë, gjyshe që veshen me fundamini, gjyshe që shkojnë edhe indreqin flokt ore qas, gjyshe që shkojnë me hinë për sauna, gjyshe që bojnë tetoazha, to gjyshe janë gjyshe të sherit, nuk janë gjyshe. E unë e kam fjallin për ato gjyshe tona, ato në lokët tona që kanë lind Adem Jashara, e Isa Boletina, e Hojs Tahsina, ato gjyshet e halalit, që nuk kanë ditë ndoshta as shkrim e lexim, po janë konë gjyshet halalit. Edhe
ka nështë edhe në i plak e në i plak që o mbet, këta janë me pakic, që mundemi me ndi për i të në këtë fjalë, thojnë, Allahu është kadir për mbi çdo gjë. Kadir. Do më thonë kadir, në gjuhën tonë i plot fuqishëm. Fuqia e Allahut është absolute. Allah është kadir. Veç Allah mundet me bëj këtë punë, kur kush tjetër. Kjo është kuptimi i këtij emrit. Për ato, Allahu i madhëshëm, për i kthejmë ajetit, i thot pejgamberit, "Kul, thuaj o Muhammed, huwal qadiru." Ai Allahu është i plot fuqishëm. Ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum. Që ai juve t'ju sjell një dënim i cili vjen përmbi ju. Apo t'ju sjell dënim i cili vjen poshtë juve, prej komëve t'juje. Po i shohim vërshimet e fundit që po e kanë vërshuni pjesë dunjas, Allahu na ruaj ya Rabbi. Au yalbisakum shi'an, apo Allahu dhul jalal e bën çefriga, dënimi, tmeri, vujtja, pasiguria me qenë sikur se robat. Allahu u avesh juve kjo në formë figurative, se dënimi, friga, pasiguria nuk është diçka që shihet, po Allahu te baraka ve taala thot disa njerëzve u aveshim në mënyrë figurative, sikur petku, robat, garderoba, Allahu u avesh dënimin, vujtjen, pasigurin, nuk kanë rahatlëk. Ka shumë njerëz që vujnë, që nuk janë të sigurt, nuk janë qetë, nuk ndihen të sigurt, frigon. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Apo Allahu dhul jalal është qadir, është i plot fuqishëm. Gjithmonë krejt informatat që na jep ajeti, duhemi më referu në fillim informatës së parë. Thuaj o Muhammed, ai Allahu është i plot fuqishëm. Juve t'ju sjell dënimin mbi ju, apo t'ju sjell dënimin poshtë juve, tokën që cilën ju e shkelni, nuk të mban toka, dridhet toka. Allahu që në shi, shka për derët e derët toka. Ne nuk knaqemi kur ndonë ndë një vërshim apo ndë një fatkeqësi natyrore. Ne nuk jemi të u knaq. Mirë po ne marim mësim. Dhe ne automatikisht e gjykojmë dhe fillojmë me bo një analizë. Dhe pse po ju ndodh ajo? Është provë caktim prej Allahut, po Allahu dhul jalal nuk ju shkakton vujtje pa nevojë robët vet. Allahu nuk është zullumçar. Allahu nuk knaqet të vujt njerëzit. Po sigurisht se ata cilët janë duke vujtur, ata kanë diçka. Ata kanë një sebeb se po vujnë. Dhe tani në një pjesë botës ku po ndodhin vërshime e vdekje e viktima, ata janë prej mushrikëve më të njohur në dunja, që i bëjnë shirk Allahu xhallahu ala. Ashtu mushrik klasik, i dhujtar. Allahu dhul jalal ka xhelozi. Allahu xhelozon. Allahu nuk lejon që robrit e tij, që Allahu i ka kriju, që Allahu i ushqen, ata me fyë dhe me nëxhmu Allahun, e më zhyt një dhujtari e me elon Allahun, i cili është qadir, i plot fuqishëm. Allah thot, thuaj o Muhammed, ai Allahu është i plot fuqishëm, juve t'ua sjell dënimin nga lart, apo nga poshtë, apo t'ua bën dënimin sikur se petkat që i veshin. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, apo Allah të bëj që disa për juve të bën vujtje për ju. Disa njerëz bën sebeb që disa njerëz tjerë me vujt, do njerëz janë zullumçar, të bëjnë zullum ty. Allahu kështu është hikmeti dhe urtësia e tij. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Allahu tash bën një thirrje, thot ndalu dhe në qetësi mendo dhe shiqo se si ne u asjellim argumentet tona disa njerëzve që din me mendu. La'allahum yafqahun. Kur ndalesh ti edhe e sheh fuqin absolute të Allahu dhul jalal, kur ndalesh edhe mendon se Allahu është i plot fuqishmi, la'allahum yafqahun, Allah thot ndoshta disa kur ndalen edhe mendojnë dhe analizojnë dhe i shohin argumentet e Allahut te baraka ve taala, ata vinë në përfundimin e duhur, vinë në atë përfundimin e duhur dhe thonë se do të më qenë rob të Allahut xhalla wa ala. Kjo është vetëm një ilustrim sa i përket emrit El-Qadir. Ndërsa emri El-Qadir, Allahu dhul jalal e ka përdor apo e ka përmend në Kur'an 45 herë në sure të ndryshme. Fjala vjen sikur se ajeti 148 surën Baqara ku Allahu thot: "Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir." Kudo që ju të jeni, kudo kofshit ju,
Allah Azza wa Jall ju të bën juve gjithve. Allah Azza wa Jall na ka ndorë neve. S'mundet kush mi mshef edhe me i shpëtu Allahut. Pse? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Dijeni se Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Fuqia absolute e madhrisë Allahut e prek çdo gjë. Bilem, shiqoni kësi përfundimi të ajetit kemi shumë herë në Kur'an. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Ato çka ne e shohim dhe nuk e shohim, ato çka ne e njohim dhe nuk e njohim, ato çka ne e dim dhe nuk e dim. Shay'in çdo gjë, edhe ajo çka është imësia më e vogël. Edhe nëse përhapen epidemi, edhe nëse përhapen viruse, edhe nëse kemi nevojë shkencëtarë nëpërmjet laboratoreve dhe Allahu Xhelal don me isprovu njerëzit me ndonjë atak i cili është shumë i im që nuk shihet që përhapet nëpërmjet ajrit, ku ta di unë, çdo gjë është në sundimin e Allahut Xhelal. Çdo gjë është në kontrollin e Allahut Xhelal. Pse? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Sa Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Nuk i bën përjashtim asgjë Allahut te baraka wa taala. Për ato, një ajet tjetër fjala vjen në surën Maida ajeti 14, Allahu i madhërisht thot: "Yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli shay'in qadir." Kënd të don Allahu e fal. Kënd të don Allahu e dënon. Pse? Wallahu ala kulli shay'in qadir, nga se Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Nëse një gjunahçar i cili meriton dënimin, po Allah nga mëshira dhe falja e tij e madhe e fal, a mundet dikush më u përzi? Pse? Se Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Nëse Allahu Xhelal e dënon një njeri i cili e meriton dënimin, a mundet dikush me demonstru ose me ndryshu vendimin dhe gjykimin e Allahut? Jo. Për arsye se Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë, wallahu ala kulli shay'in qadir. Sa i përket emrave el-muqtadiru, el-qadir edhe el-qadir, tham se të gjitha këto tri emra, të gjitha këto aludojnë dhe pohojnë fuqin absolute të Allahut te baraka wa taala. Të gjitha këto tri emra tregojnë për atributin dhe cilësinë e Allahut, se Allahu është i plot fuqishëm. Të gjitha këto tri emra tregojnë se fuqia e Allahut është e përsosur. Të gjitha këto tri emra tregojnë se Allahu i madhrishëm i bëri të ekzistojnë gjërat pasi që nuk ekzistonin. Allahu Azza wa Jall krijon prej asgjëje. Çdo gjë që ekziston, çdo qenie e gjallë, Allahu te baraka wa taala e ka kriju dhe e ka bërë qenie të gjallë prej asgjëje. Allahu Dhul Jalal nuk ka nevojë për landën e parë. A mundet dikush me kriju prej asgjëje pos Allahut? Jo. Për ato a e keni pa disa njerëz nga mungesa e besimit të shëndosh, nga mungesa e akides së vërtet, përdorin edhe termet që nuk i takojnë ato terme as kujt veç Allahu Dhul Jalal. E keni pa për artist, thënë kjo është krijues. Ka shkruar një roman, a ka vizatu këta krijues. Kjo mungesa besimit, se këta nuk janë vetëdijshëm pse e përdorin këtë term, se janë disa terme që i takojnë vetëm Allahut te baraka wa taala. Krijues i thuhet atij i cili sjell diçka në jetë prej asgjëje. E kështu mundet vetëm Allahu Dhul Jalal. Çdo kusht tjetër i cili ka pru diçka, është e pamundshme ai me sjell diçka pa e pas bazamentin, ose pa e pas, po them kushtimisht, landën e parë. Ndërsa Allahu Azza wa Jall, çdo gjë që ne e njohim dhe nuk e njohim, Allahu është ai i cili i ka sjell prej asgjëje. Pse? Se është i plot fuqishëm, se është El Qadir, huwa Allahu te baraka wa taala. Po ashtu me fuqinë e tij Allahu sjell në jetë gjallësat e gjalla, po ashtu me fuqinë e tij Allahu u amër jetën. Me fuqinë e tij njerëzit dhe krijesat do të ringjallen dhe do të dalin para Allahut e ti nënshtrohen
gjykimit dhe llogarisë së tij. Po ashtu me fuqinë e tij krijesat e Allahut subhanahu wa taala të mirët do ta marrin shpërblimin me mëshirën dhe mirësitë e Allahut, ndërsa të këqit do të dënohen për të keqen e tyre. Nga kjo vëllazër vim deri tek një çështje shumë e rëndësishme. E ajo është se besimi dhe bindja jon në kaderin e Allahut, në caktimin e Allahut, nga se Allahu cakton se është i plot fuqishëm. Ai i cili është i plot fuqishëm, atij ka hije dhe ai ka drejt me caktu gjëra, me vendos gjëra. Dhe ne vim te kjo çështje se besimi dhe bindja jon në kaderin e Allahut është prej kushteve të imanit. Imani, besimi ynë në Allahun përbëhet prej 6 kushteve. Kushti i parë me besu Allahun e Madhërisëm. Kushti i dytë me besu me lesht e tij. Kushti i tretë me besu librat e shenjta. Kushti i katërt me besu pejgamberët e Allahut. Kushti i pestë është me besu ditës së fundit apo ditës kiametit. Kushti i gjashtë është me besu në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është çështje esenciale. Pa besim në kaderin e Allahut si e musliman. Si e musliman. Për ato kur kanë ardhur mushrikët, sikur se na tregon Imam Bukhariu në hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر. Kanë ardhur i dhujtarët e Mekës me polemizu me pejgamberin për kader. Allahu dhul Jalal e ka suportu dhe e ka mbështet pejgamberin alayhisalam me ajete ku Allah azza wa jalla i ka zbrit disa ajete prej surës Qaf, innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fi an-nar ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah dhul Jalal kur kanë ardhur mushrikët i dhujtarët me bë polemika me pejgamberin për kaderin, se mushrikët mentaliteti i tyre Kurani na ka jap fotografi të qartë për mentalitetin e mushrikëve, i dhujtarëve të Mekës. Një prej veçorive të mentalitetit të tyre është se kur i ka thirrë pejgamberi alayhisalam me besu, ata kanë thonë, ne nuk mundemi me pranu fjalën tonë, nuk mundemi me pranu fjalën la ilaha illallah, se ne s'mundemi me elon rrugën e të parëve tonë. Edhe Zoti ka dashur që të parë tonë me pas shumë idhuj dhe shumë zotna. Këto kanë polemizu pejgamberi alayhisalam. Pejgamberi alayhisalam ka treguar se ky mentalitet o i çorditur. Zoti nuk ka dashur me pas idhuj. Zoti, sikur një njeri që ti e shet që është i zhytur në komorre, në alkohol, ku e di une, edhe i thush, po që kështu ma pas ka shru Zoti bre mu. Kjo është mentalitet i barabart me mentalitetin e i dhujtarve, që nuk kanë dashur me pranu thirrjen e Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe janë mundu me legjitimu dhe me arsyetu hallin e tyre të keq. Dhe me çka më shef, çfarë argumente e kanë ata kur mundohen me legjitimu, hajt po më shefem mas kaderit Allahut. Por ato ka dal Ibn Taymije se shumë musliman sot kanë ra ngratk. Ka shumë musliman që e kanë keq kuptu kaderin, edhe shpesh herë dështimet, edhe fajet, edhe gabimet e tyre që ata i bojnë, thënë valla Allah i dashur bëm halal se kaderi Allah që shto kon. More të thofshin bishtat, more se kaderi Allah të kon kështu, kaderi Allah do kështu. Ti mos e akuzo kaderin e Allahut, mos e akuzo Allahun. Por ato Ibn Taymi rahimullah, para 7 shekujve, po plot edhe plot ulema të tjerë para Ibn Taymis, kur e kanë hepa këtë rrezik, se disa musliman munden me ra ngratsken e shejtanit dhe veprimet e tyre, dështimet e tyre, fajet e tyre, gjunat e tyre, mundon me imshes me fasad. E fasada me mirë o kaderi, Ibn Taymiya ka shkruar një libër me titullin El-Ihtijaju bil Qadari, argumentimi me anë të kaderit. Kur ke drejti me argumentu dhe me legjitimu gjendjen tone me kader dhe kur nuk ke drejt. Por ata Allah azza wa jall i ka bërë demand polemikës mushrikëve kur janë ardhur me polemizu dhe me debatu me pejgamberin, Allahu ka zbrit këto 3 ajete dhe ju ka thonë innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Allah thot, dijeni se kriminalet
Dhe kriminalet më të mëdhenj janë ata të cilët nuk i nënshtrohen Allahu xhalla wa ala, ata që i bojnë shirk Allahut, ata që kanë marrë zotra të tjerë pas Allahut. Allahu thot, mujrimin, kriminal e kanë vendin në humbje dhe në xhehenem. Yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim. Thot kur vjen ajo dita e kiametit, ata do të ngrehen me zhagash me fytyrat e tyre për xhehenem. Allahu na ruaj ya Rabbi. Allah azza wa jall kufart, mushrikin, mujrimin ka me ngreh, ka me zvarit me fytyra për zjarr xhehenemit. Ya Rabbi, ya Allah. Allah na ruaj ya Rabbi. Dhe Allah do t'ju thot aty në përmjet me laqeve, atyre do t'u thuhet, dhuku messe sakar, shijojeni, kërkojeni prekjen dhe dënimin e sakarit. Një prej emrave të xhehenemit është sakar. Allahu na ruaj ya Rabbi. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. E tash në momenti ajo poenta demonti kryesor, Allahu tash i thot këtyne, ne çdo gjë e kemi kriju me kaderin ton, me caktimin ton. Ne çdo gjë e kemi përcaktu, nuk i kemi hin hak askujt. E as juve o mujrimin, o kriminal, o idhujtar, o mushrikin. Për ato vëllezër, edhe njëherë po i kthehemi asaj çështjes esenciale, besimi në kader është prej çështjeve esenciale të imanit. Për ato Imam Ahmedi ka thonë, el qadaru qudratullah, kaderi, caktimi i Allahut është fuqia e Allahut. Fa inkaru al-qadari inkaru li qudratillah, ai i cili e mohon kaderin e Allahut, caktimin e Allahut, ai e ka mohu fuqinë e Allahut te baraka ve taala. Apo e shihni sa është e ndihshme dhe sa bukur e ka lidh Imam Ahmedi, sikur imam i Ahlus Sunnetit, el qadaru qudratullah, kaderi i Allahut, caktimi i Allahut, shkrimet e Allahut janë fuqia absolute e Allahut. Ai i cili e mohon kaderin, ai në fakt e ka mohu kon fuqinë e Allahut. Ai ka mohu se Allahu është i plot fuqishëm. Kon ka nevojë Allahu me pyet, a kem me vdek, nas kem me vdek? Kon ka nevojë Allahu azza wa jall me pyet, a ka me na çuneve vershem, a tërmet, a kiamet? Kon ka nevojë Allahu me pyet? Ai nuk ka nevojë askon me pyet. Pse? Se është el qadir, është i plot fuqishëm për çdo sen. Për ato muslimani e lidh jetën e tij me kaderin. Për ato Abdullah ibn Abbasi radiyallahu anhu e ka thonë fjalën e tij të njohur, el qadru nizamu at-tauhid. Kaderi është sistemi kryesor, është boshti i tauhidit, njëshmërisë Allahut. Ai që ka defektin kader, ai itikadin edhe akidin e tij e ka batil, kot. Ai që ka besimin e tij në kader si duhet, ai e ka edhe besimin tamam. Sa probleme njerëzit kanë me kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për ato po e përmendim edhe një fjalë të selefit, të cilën e transmeton Aufi, thot e kom dëgju Hasan Basrin rahimahullah duke thënë, men kadhaba bil qadri faqad kadhaba bil islam. Ai i cili nuk e beson kaderin, ose ai i cili e përgënjeshtron kaderin, ose ai i cili e devijon besimin e drejtë në kader, ai ka deviju prej islamit. Inna Allah tabaraka wa taala qaddara aqdara. Allah i madhrishëm ka caktu kaderet e tij, caktimet e tij. Wa khalaqa al-khalqa bi qadarin. Dhe Allah është ai i cili ka kriju krijesat me caktimin e tij. Wa qassama al-ajala bi qadarin. Allahu i ka nda e gjelet dhe jetët e njerëzve me caktimin e tij. Wa qassama al-arzaqa bi qadarin. Allah është ai i cili e ka nda rizkun e krijesave të tij me kaderin e tij. Para mendoni me paslon Allah azza wa jall të lirë dhe open çështjen e ndarjes të rizkut çka kishim me bona. Një ministër, po vjen shumë keq, po do të më qenë edhe pragmatik edhe aktual. Një ministër, Allah e sprovon me pushtet, edhe ka pushtetin, edhe ministria e tij brenda një viti e ka fondin 50 milion euro. Çka bën ai? Çka zbën? Çka zbën? Po para mendoni me na paslon Allahu te baraka wa taala çështjen e riskut krejt open të hapum me bën njerëzit çka dojnë. Çka? Ja, Allah azza wa jalla thot, Allah ka dhënë riskin që çdon. Dikush nuk i kënaqur, Allahu e din më së miri ti kujt sa ja ka caktuar riskun. Një njerit Allahu ja ka caktuar riskun me i pasaj 100.000 euro. Një njerit tjetër Allah ja ka caktuar riskin ai me i pas vesh 20 euro.
Allahu e din mas miri pse. Se mi pas që ky 20 euro që ato 100.000, Allah e din që a i shbuaj. Veç Allahu e din që a i shbuaj. Po Allahu ka dash me kursy këtë njeri. Allahu ka dash me rujt këtë njeri. Se ti si e për 100.000, ti e për 20 euro. Se ti ku me bo me i pas të 100.000 para vetit, ti as do këtë që kryt tënd as qelin se prek. Qa shumë prishesh e tranohesh, për ato Allahu Azza wa Jall me kaderin dhe caktimin e ti, dijen e ti, e ka nda rizkin dhe aje e din mës miri si dhe si duhet apëton. Ska dëshim se besimi në këta 3 emra të bukur të Allahut, el-Muqtadiru, el-Qadiru, el-Qadir, dhe pastaj prej kësaj na dul një çështje shumë e rëndësishme, besimi në kaderin e Allahut te baraka ve taala. Krejt këto neve na sjellin fryte, na sjellin rezultate. Andaj besimi i drejtë në kaderin e Allahut te baraka ve taala dhe në ndikimin e drejtë për drejtë, efektin e këtyre 3 emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall në zemrën e besimtarit prodhojnë rezultate dhe fryte. Prej këtyre fryteve, prej këtyre rezultateve besimit shnoshet drejt në kaderin e Allahut, është se robi kur e kupton se Allahu është i plot fuqishëm, kur robi është i bindur se çdo gjë është me caktimin e Allahut, ti nuk mundesh me ik kadereve të Allahut te baraka ve taala, atëherë robi e ndin veten të pafuqishëm. Robi e ndin veten shumë të nevojshëm me e kërku dhe me e lyp ndihmën e Allahut dhe me u mbështet tek ai. Sikur se praktikisht pejgamberi alayhis salam e ka mësu Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhuma, ku i ka thonë, kur ka qenë një ditë, e kemi përmend nëse zgaboj javën që shkoj ose para 2 javë këtë hadith, kur Abdullah ibn Abbasi si shumë i ri ka qenë mas pejgamberit hypur në deve, i ka thonë pejgamberi alayhis salam, ja gulam, o djalosh, inni uallimuka kalimatin, unë po du më t'i mësu disa fjalë shumë të rëndësishme. Ihfadhillaha yahfazuk, ruaje Allahun, Allahu të ruan ty. O djalosh, ruaje Allahun, gjithmonë do ta kesh para Allahun. Idha sa'alta fas'alillah, kur kërkon diçka, kërko prej Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah, kur ke nevojë për ndihmë, kërkoj ndihmën e Allahut. Do të thotë kur robi, rezultati apo fryti i parë, kur robi është i bindur se Allah është i plot fuqishëm, kur robi është i bindur se çdo gjë e rrethon, ajo është i rrethuar me caktimet e Allahut, s'mundesh me ik kaderit Allahut. Allahu ta ka caktuar rizikun. Atëherë ti ndin veten të pafuqishëm, e ndin veten të nevojshëm për ndihmën e Allahut. Për ata kërkon ndihmën prej Allahut. E ndin veten të nevojshëm me u mbështet dhe me ik te Allahu, se kur unë dhe ti ikim te Allahu, ikja jonë të Allahu nën kupton çka? Nën kupton se ne vetëm tek Allahu strehohemi. Ne aty kemi qetësinë tonë. Ne aty ndihemi mirë. Por ato Allahu ka thënë në Kur'an dhe ka thonë: "Fafirru ila Allah." Dhe ju të gjithë ikni te Allahu. Ne kemi nevojë të ikim te Allahu, se tek Allahu e kemi strehimin tonë. Aty ne e kemi vatrën tonë. Aty e kemi ne konakun tonë. Se kur ne aty mbështetemi, kur ati i kthehemi, kur ne kërkojmë ndihmën e tij, kur ne shpresojmë mëshirën e tij, ne vetëm atëherë ndihemi të sigurt. Zoti na rujt me bomu kont privum për këtyre sandeve, atëherë vaj halli për ne, bëhemi helaq. Për atë besimtari e tregon akiden e tij, besimin e tij praktik, sikur na ka mësuar pejgamberi alayhis salam kur e bëjmë lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Prej dhikrit mëngjesit e të mbrëmjes, një prej atyre duave të famshme është: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, wa la takilni ila nafsi tarfat 'aynin abada. O ti që je i gjallë, i përhershëm, i plot fuqishëm, i pa nevojshëm për asgjë, bi rahmatika astaghith, me rahmetin tënd, ti që je i gjallë, i përhershëm, i plot fuqishëm, me rahmetin tënd e kërkoj mbrojtjen tënde, astaghith, kërkoj më mbrojtje ti. Sigur një njeri dopt që po e njek shteti, ose kur shkijet i kanë njek njerëzit tonë, ti e ke gjetë një shtëpi të madhe, që ty ta ka marrë mendja se ata munden ty me të strehu, dhe ti e ke cekat derën. Kur e ke cekat derën, e ke cekat derën serbez, a e kon i rrudhëm, i nevojshëm, që dikush me të hap derën me të bëk konak. Për ato ti thush: Ya Hayyu,
O ti që je i gjallë, i pari i pa fillim, i plot fuqishëm, Qayyum, ti ekziston nga vetvetja, nuk ke nevojë për asgjë. Çdo gjë tjetër në këtë botë ka nevojë për ty. Me rahmetin tënd, me mëshirën tënde, e mëshira jote shumë e madhe. Astaghith, kërkoj mbrojtjen tonë. Aslih li sha'ni kulli, ma përmisat tër gjendjen time. Wala takilni ila nafsi tarfat 'aynin abada. Dhe mos lejo ti që i gjallë, i përhershëm, i plot fuqishëm, me mëshirën tënde, po kërkoj mbrojtjen tënde, mos lejo që unë ti mbështeten vetes time, asa një herë e lëvizit që pallën e syrit tim. Kjo është më pak se një sekond. Vetëm që ka shti, mos më konë në mbrojtjen e Allahut, në stehimin e tij, unë dhe ti bëhemi helaq. Në më thonë, kjo është praktikisht bindja e besimtarit i cili beson se Allah është i plot fuqishëm, i cili beson se ajo është i rrethum me shkrimet, caktimet, kaderet që Allahu i ka bërë për robën e tij. Fryti dhe rezultati i dytë i këtij virtyti është se besimtari e plotson sabrin e tij, durimin e tij dhe gjithmonë mendon mirë për Allahun e tij. Kur ai e din se Allahu është i plot fuqishëm, ai nëpërmjet kësaj bindje tregohet durimtar. Kur tregohet durimtar? Atëherë kur i vin caktimet e hidhura, kur vin kaderet e vështira, kur vjen një kader që s'ke qef, që s'tkonda, ta merr babën, ta merr nonën, Allah, ta merr evladin, ta merr pasurinë, që të nsprovë të ndryshme. Në këto momente ti e tregon sabrin, se ti e din se ajo është El Qadir, është i plot fuqishëm. Ti e din se ajo që ka të ka godit është caktimi i tij. S'mundesh ti më ushty me to. Dorëzohesh, tregon sabrin tënd, por njëkohësisht përpos që dorëzohesh, ti njëkohësisht edhe tregon kënaqësinë, tregon se je i kënaqur me caktimin e Allahut. Ti je pajtuar me caktimin e Allahut. E ke pranuar ato, s'ke çare. Dhe këtu dush më konë shumë i sinqert. Nuk bon me mashtru vetëm, se Allahu na din neve dhe zemrat. Po ti për ato, do më thonë, besimtari i vërtet, kënaqet edhe është razi me kaderet e Allahut. Nuk i rebelohet caktimeve të Allahut te baraka wa taala. Për ato thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, me këtë rast, men mala qalbahu min ar-ridha bil qadri mala Allahu sadrahu ghinan wa amnan wa qina'a. Çfarë fjalë e madhe vëllazër Ibn al-Qayyimit. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, kush e mbush zemrën e tij me plot kënaqësi për kaderet e Allahut, nëse ti arrin që zemrën tonë me mbush me plot kënaqësi kur të vinë caktimet e Allahut, Allah azza wa jall çish problem, ta mbush zemrën tonë dhe plot qetësi, rahatllëk, të bën të pasur. Pasuria e vërtet nuk është dinari dhe dirhemi. Pasuria e vërtet është pasuria el-ghina, ghina el-qalb. Pasuri është pasuria e zemrës. Ka njerëz që kanë euro dhe dollar, po i kanë zemrat e varfra, të janë fukare. Kanë në shpirt të varfër, janë zemër të varfër. Një njeri ka pak cent, po ka zemër të madhe, ka zemër të pasur, ato cent që ka i ka e jep për Allahun dhul xhelal. Sa e merr vesh, ai është i bindur se pasuria nuk është me euro dhe me dinar, me shtëpia, me vetura, me tokë, me hektar, po pasuria është pasuria e zemrës. Allah na bëft pasur në zemër o vëllezër. Fryti dhe rezultati i tretë i këtij virtyti është se kur njeriu i bindet parimit se Allah është i plotfuqishëm, pajtohet gjithmonë me kaderet dhe caktimet që e prekin dhe e rrethojnë besimtarin, atëherë ky ka arrit me pastru zemrën e tij prej shumë smundjeve, sikurse që është smundja e zilis, smundja e xhelozis, e smirës, e mendimeve të këqija. Subhanallah, zemrat tona shpesh herë atakohen, shpesh herë shejtani vjen edhe don me nai smu zemrat tona edhe me nai përly me këto smundje, xhelozia. Subhanallah, Allah na ruaj ya Rabbi. Hasedi i kap muslimant wali'adhu billah. Musliman që janë 5 vakë namaz. Por ato kanë thonë ulemaja, hasedjia innehu aduun bi ni'metillahi li ibadihi.
Ai që tregon xhelozi, ai që e ka zemrën në smut me xhelozi, me zili, me smir, ai është armiku i dhuntive të Allahut, që Allahu don ato dhuntime u jep robëve të tij. Sa kisha pas dëshirë, edhe një herë me spjegu ka dalë dhe me kuptu çdo njëri prej juve shumë mirë, se çdo njëri prej neve është kandidat potencial shejtani me ardhë dhe me ta hilmu zemrën me xhelozi, edhe ti me tregu xhelozi për balë vllaznive tu. Qofshin ata të gjakut tënd apo qofshin vllazën musliman. A din çka do të thonë me pas xhelozi për dikon? Xhelozi të smut. Se pejgamberi alajhissalam ka thonë xhelozia nuk lejohet vetëm se në dy raste. Rasti i parë, kur e sheh një njeri që ai e lexon Kur'anin bukur, e ka mësuar Kur'anin, e ka ditë Kur'anin, do të thonë në rastin e parë një njeri që din halalin dhe haramin ka dije, ti ke drejt me xhelozu këta dhe me thonë, sikur nuk jam edhe sikur. Rasti i dytë, një njeri që Allahu i ka jap pasuri, ai pasurinë e tij e ka lënë në shërbim të Allahut. Edhe ti ke drejt me thonë, sikur nuk jam edhe sikur njeri, se unë e kisha bë më shumë xhamia se sa ky. Unë kisha ndihmu më shumë se sa ky. Në krejt raste tjera, hasedi, xhelozia haram. Për ato ka thonë pejgamberi alayhis salam, hasedi, xhelozia i djeg sevapet dhe punët e mira që i ke bëti, sikur zjarri që i djeg drut e thata. Shumë rrezik kjo. Allahu na ruaj ya Rabbi. Për ato, një njeri i cili tregon xhelozi për një njeri tjetër që Allahu atij ka jep të mira, dhunti, ti je armik i Allahut. Ti je armik i aty në të mirave që Allahu ja ka jep atij insonit. Sikur ti kur xhelozon, ti tregon mos respekt për caktimin, sikur ti thosh Allahut, ja Rabbi, pse filanit ja ke jepën ato të mira? Pse Allahu aty duhet me vetë kur ja jep Allahu i dikujt rrezikun? Ç'është i bën kjo? Xhelozia, nëse e shkoklojmë xhelozin, ç'është xhelozia? Që kjo xhelozia, nëse do na më shkoklu praktikisht. Pa ato le moja ka thonë, innehu aduun li ni'meti Allahi li ibadihi. Ai që tregon ose shpreh xhelozi për balë dhuntive të Allahut, që Allahu këto dhunti ka dashur me jap dikujt prej robëve të tij. Allahu na ruaj pikë sa smundje vllazën. Dhe pikërisht një prej fryteve dhe rezultateve kur ti i bindesh se Allahu është i plotfuqishëm dhe i pajtohesh me caktimet e Allahut, ti ke arrit me pastru zemrën tënde prej këtyre smundjeve të mundshme që munden me ataku zemrën, waliyadhu billah. Ka dhe shumë çka më u thonë, po kjo është ajo çka shkurtimisht mundemi me thonë në lidhje me edhe një për përmendim, se është edhe kjo shumë e rëndësishme, se ka shumë rezultate dhe fryte që dalin për këtij virtyti. Për fryteve dhe rezultateve të besimit në ato se Allahu është i plotfuqishëm dhe në pajtimin me caktimet e Allahut te baraka ve taala, respektivisht me kaderin, është se gjithmonë ti mendon mirë për Allahun dhe pa dashur Allahun dhul xhelal. Nevoja jote për Allahun është permanente. Tërkohën ti bën dua. Për ata ndëgjani këtë fjalë të madhe, të cilën e ka regjistruar Imam Ahmedi në librin e tij madhështor Kitabu Zuhdi. Imam Ahmed ibn Hanbali e ka një libër, titulli i librit është Modestia, Zuhdi. Dhe këtu e ka përmend këtë fjalë prej selefit, thot njëri prej selefit, tadhakkartu ma jama' al-khairi. Thot fillova me mendu, cila është një punë që i përfshin krejt të mirat. Cila është ajo e mirë, cili është ai khair që i përfshin krejt të mirat. Kjo pyetje e zartë. Sigur më thonë juve, a din dikush më tregu ma jama' al-khairi? Cila është një punë e mirë që i përfshin krejt të mirat? Thot ky pej selefit, nisa me mendu punë e mirë dhe khairit është ngjinimi. Punë e mirë e khairit është namazi. Punë e mirë e khairit është leximi i Kuranit. Thot në fund kam ardhur edhe kam thonë se jama'ul khairi huwa ad-du'a. Puna e mirë që i përmbledh krejt mirat është duaja. Me lut Allahun dhul xhelal. Pse? Se ti gjithmonë ke nevojë për Allahun dhul xhelal. Ti automatikisht dosh bënë më njëre save këto. Bënë save, më njëre. Preke, kliko save, edhe mos haro kur. Vazhdimisht bënë këtë dua. O Zot, ti e ai që i rrotullon zemrat tona. Ma forco zemrën time në fenë tënde. I ka thonë Enesi radiallahu anhu pejgamberit, ja Rasul Allah, ne ty të kemi besu,
I kemi besu dhe asaj që ka ardhur me ty, Kur'anit. Apo tu të shti për besimin tona? Pejgamberi alayhis salam ka thonë: O Enes, zemrat e robëve të Allahut janë në dy gishtat prej gishtave të Allahut. Ai Allahu i rrotullon zemrat tona si të dën. Allahu na ruaj të vëllezër. Thot pejgamberi alayhis salam: besimtari zgjohet në mëngjes besimtar e kur vjen akşami, e nxen akşami ai ka dal pe dinit të bo kafir waliadhu billah. E vjen akşami, ajo është besimtar, kur vjen sabahin mëngjes e ka gjetë sabahi e ai e ka nxon akşami, ka ra teri musliman, po kur ka ardh sabahi ai ka dal pe dinit të bo kafir. Një njeri para pak ditëve në ora 6 mëngjesit me veturën e tij ka hije dhe ka bo një aksident shumë tron. U shku të Allahu. Po si u shku ky mirë? I dehur në ora 6. Para mendoni ky ton natën që ka bo. Namaz natë tybes ka fal. Kur'an kur s'ka lexu, se i dehur, para mendoni o vëllezër çfarë përfundimi i keq i ka ardhur këtij të shkretit, këtij mirë, Allah na ruaj ya Rabbi. Por ato nuk na mbetet neve asgjë tjetër, vetëm që ta lutim atë i cili i rrotullon dhe i kthen zemrat tona sikur ai dëshiron që Allahu të na forcon zemrat tona në fen e tij. Allahu na forcoft ya Rabbi në fen e tij të drejtë. Unë këtu do ta ndali ligjëratën për shkak se prej orës 5 kam qenë i ftuar në një darkë, po për shkak se ligjëratën nuk muj me elon, u kum thon aty në kom me shkurtu pak ligjëratën. Kjo është ajo për të cilën sonte kemi fol, edhe pse unë kom para pa me fol edhe për dy emra të tjerë, el muqaddimu wal muakhiru, po këto do të mbesem mas 2 javë inshallah, nëse mi gjallë dhe shëndosh dhe mirë, edhe këto dy pyetje po japi këtij vllau të runë dhe do të kemi rastin më përgjigj në javën që vjen nëse mi gjallë shëndosh dhe mirë. Allah na ndihmoft, Allah na fal neve, prindrit tanë dhe mbar muslimanët, na mëshiroft me mëshirën e tij të gjerë, na mbroft prej zjarrit të xhenemit, na bof nasib xhennetin, neve prindërve tanë dhe mbar muslimanëve. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله تعالى أعلم.